Huaja e marrë nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për financimin e bajpaseve të Fierit dhe Vlorës, si dhe ajo e Fondit për Zhvillim Abu Dhabi, për financimin e projektit rrugës Tiranë-Elbasan, ka ndezur debate në seancën plenare të Kuvendit. Ndonse që në krye të saj, opozita deklaroi votën pro miratimit të këtyre marrëveshjeve. Socialisti Arben Malaj shprehu dyshime lidhur me dështimin e projektit të bajpasit të Fierit dhe të Vlorës, të cilat ai argumentoi me vonesat që krijohen për zbatimin e tyre, si dhe copëzimin e investimeve publike. Në qoftë se do të vazhdoni pa projekte plot për këtë pjesë, në qoftë se nuk do përputhni në kohë atë që premtoni me negociatat që bëni për investimet dhe me buxhetin tuaj vjetor dhe afatmesëm, jemi në riskun maksimal dhe pasojat janë tepër negative që ky bypass, i cili nuk është thjesht një investim strukturor për qytetin e Vlorës, por një investim për zhvillimin ekonomik të vendit, të ketë fatin e keq të investimeve të copëzuara, të zvaritura dhe të papërfunduara në kohë. Ministri i Transporteve Sokol Oldashi i cilsoi këto si spekullime. Të rriti sqaroi që e gjithë procedura është transparente sepse janë dy banka europiane të përfshira. Ai prapë nuk e kupton sepse ai mendon që unë, drejtori i Berzhit, presidenti i Komisionit Evropian dhe drejtori i BE-it që kishim mbledhur të katërt bashkë për të vjedhur lekët e bajpasit Fierit. Ai prapë e kupton që kjo është një gjë që nuk bëhet. Kreu i financave Ridvan Bode garantoi se interesat që do t'i paguhen kredidhënësve janë të buta dhe nuk ndikojnë as pak në rritjen e borxhit publik. Ne do bëjmë rrugët. Nuk kemi rritur borxhin, të nderuar deputet socialist. E keni lënë 58%, e kini 58%. Dhe do t'u alem pas 5 vjetësh, pra 58% qofse do të kemi mundësi për të mbështetur rritjen ekonomike. Marrëveshjet për bajpasin e Fierit dhe ato të Vlorës, si dhe rruga Tiranë-Elbasan, konsiderohen nga qeveria si projektet më të mëdha infrastrukturore në vend, pjesë e Boshtit të Jugut.